Përshëndetje miq të dashur. Unë falë lutem se besoj që ju keni me kesh çka po do më shu. Miq, s'pare kam një lutje për juve, kush ka mundësi me ma boni subscribe, ja di shumë për falënderës. Kështu që shkojmë për gazetarët tonë, çfarë gazetarësh kem na ju lutem, vetëm dëgjoni. Matoshim edhe në qëpëtin s'pahi më doket, mos gabofsha. Kështu që shkojmë të ndëgjojmë, kjo është turpi botës. Se une e vizatoj një piktur që tu ha, lakurish, nudo, edhe tham nona Halil Matoshit, që nuk është satirë. Ti ke mërë me nona në qëpëtin s'pahi, po mbu s'ofendo në shtu. Apse që po vendosh, apse që nuk është satirë. Se une e vizatoj një... Miq, ndëgju ti lutem, si ka mundësi ka tona jonë, veç gazetarës punë me konë, me këtë gjuhë, me këtë prezentim kështu në për studio televizive që i sheket bota, rruna za. Miq, respekt për se cilin, mirë pofshim në videot e radhës. Kaloni mirë. Përshëndetje miq të dashur. Si gjithmonë kam një lutje për subscribe, kush ka mundësi, ja di për falënderoj shumë e falënderoj nga zemra. Shkojnë me videon e radhës të Artana Rizvanollit. I lutem, të ndëgjojmë. Kujtohet kur posta e Serbisë e banka kursimore e Serbisë operonin në veri, hapnin llogari, bënin pagesa në dinar e punsonin njerëz të involvuar në struktura kriminale. Për herë të parë pas luftës, 15 zyra postare e pika postare u hapën në komunat veriore e komunat të tjera ku banojnë komunitetit Jushinic, e shërbimet u rikthyen brenda ditës pas sulmit atje. Posta e Kosovës për herë të parë pas 12 vitesh doli në fitim. Ajo me mjeteve tanake investoi rreth 1.5 milion euro në flotë të motocikletave e furgon të rinj. Para kësaj postierët kishin furgon me 900.000 kilometra të kaluara. Opozit, ju s'keni mund të kri këtu sane? Para se marrë baba? Apo e keni pitë babën? S'keni dashni me prish muhabetin me shkije? Keni bashkëpunu bashkë, keni bo biznes bashkë, keni vjetë bashkë? Kur arë baba tash, rap. E tash po doli më tranu. Tash i një shku krejnë spital. Zotë i rujt. Miq, respekt. Kaloni mirë meqi. Përshëndetje miq të dashur. S'pare kam një lutje, kush ka mundësi me ma bo subscribe në YouTube, ja di shumë për falënderës. Shkojna me videon e radhës, të ndëgjojmë se çfarë dhurate e kanë shkijet e veriut nga partia e PZK-s. Të diskutojmë të bashkë se... Situacioni i komunave duhet të themelohet, duhet një gjuha serbe edhe gjuha shqipe tjetë e barabartë në gjithë territorin e Kosovë. Gjuha serbe me gjuha shqipe të jetë e barabartë në gjithë Kosovën. Si ka mundësi me 3%, 5% sa janë ata shkije? E Zotë i marroftë. E në Maqedoni, a ka në kushtetut që jenë ma shumë në shqiptarë se Macedon? Gati 50% bunakjet ma shumë se 50% janë. Dorë shlira, vetëm për interesa. E tani po thënë kam bashkëpunu me shkije. Gjithmonë me listën serbe po flasëm, mos si keq kuptojmë sanet. Po si keni bashkëpunu. Se tani me shkije Mitrovic, keni po biznes, keni pas biznes e juve. Halaj keni. E që kjo në ka bo dëmë. Që o do të me ardhë Albin Baba dhe mikë po të ketë rap. Për shtaj nuk e doni. Se për ndryshe nuk ka... Po shkojmë edhe pak, i lutem. Se ka ma shumë. Alfabetit cirilik duhet jetë në gjithë territorin e Kosovës dhe të njëjtë të drejta e 14 kishave dhe manastireve që Gjeve të alirim do përta. Territorialitetin e garantu në tyre, asociacioni... Ky që thë ke i kemë tonë ka 2-3 milion. Se njerë ka pas kjo, se
ky ka. Ato veç me argjit kështu, se sa ka tjera, Po nëse, miq, unë s'kam nera me shkru për këto, me fol ma shumë, sepse Pendegjani vet, i dua shumë, komentoni, Zoti rujt, mirë popse në vitet e radhës. Përshëndetje miq të dashur, si gjithmonë, kush ka mundësi me ma bo subscribe në YouTube, ja di shumë për faleminderes. Shkojnë me vitin e radhës, të pasharizja, maçarizja, se dhja dhe që ka amin, dëgjoni e lutem. Përmes Serbisë. Po, kanë qaç besim sa marrën e përmes Serbisë. Më falë, kjo shumë e rëndë. Po ata gjithmonë udhtojnë. Shumë keq. Kanë besim me udhtunë për Serbi. Kanë besim. Po, kanë besim, nuk tutën me udhtunë për Serbi. Sa qytetarët Kosovës guxojnë sot me udhtunë për Serbi. Krejt. Jo, s'është e vërtet. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Pa e thonë që to duhet me thonë këtë sene. Po, ata japin votën gjoja për mbrojtjen e veriut, sovranitetin, e vinë për Serbi edhe në kohën kur qeveria Kosovës i këshillon mos më udhëtunë për Serbi, sa është rrezik. Vinë për Serbi, merr. Çako me që s'pja përgjegje, më falë, ja. Ju kësha lutë, ju jepni përgjegjen e juve, mendimin e juj, se a ka mirë kjo zotëria, nuk e ka mirë. Për i thomë zotëri për respekt. Miq, ju dëshirani natë mirë, kaloni mirë, respekt, mirë në dëgjofshëm në vitet e radhës. Respekt. Përshëndetje miq të dashur. Të ndëgjojmë kur u ofendojshën parlament Lubomiri me Kadri Veselin, edhe në fund u bëshin bashkë. Kur ishtë puna për me vjedh, i bëshin partijat bashkë, edhe 20 vjetë e ka shfri Kosovën që shtët. Pa shkojmë të ndëgjojmë një lutëm. Kimu majtë menë që ki pru PDK-n prej një partijet madhe në Kosovë, një parti që ka një grush deputet. Krejt ta jënë të kesh me ty, jënë të kesh zë vëgëzojnë me të thonë. Kemu mbajt menë për shumë sende, po ti s'kimu mbajt menë për asi sen. Ti kimu majtë menë që ki pru PDK-n prej një partijet madhe në Kosovë, një parti që ka një grush deputet. Krejt ta jënë të kesh me ty, jënë të kesh zë vëgëzojnë me të thonë. Kemu mbajt menë për shumë sende, po ti s'kimu mbajt menë për asi sen. Kështu ja ke qëllu, vëlla. Kështu që Lubomir asti maj mirë si, edhe të i ke pru një parti që qka që. Se kur dashe atje, thëshe, s'po lanë zanë salla, bashkone, so të doshin që i kalabak. Kështu që në fund, gjithë të fyre keni pas dhe me veti, kur ish puna për me vjedh, gjepin e Kosovës, apo shtetën e Kosovës, që do në thuni, o bashkët bashkë. Kurse, kërëministri jonë, një fjallë jam ka thonë, hajvan edhe keni meritu, jo s'bashkëpunoj se më ka thonë hajvan. Tash, cila është ma eron, a kjo, ajo, e para. E dyta është fjalla ma eron është me asha nonën në parlament, apo që ju ka thonë ju hajvan. Kështu që miq, me këta ju përshëndes nga zemra që jam në vitin e radhës. Respekt. Përshëndetje miq të dashur. S'pare kam një lutje për juve, kush ka mundësi me ma bo subscribe në YouTube, ja di shumë për faleminderes. I falenderoj nga zemra. Kështu që shkoj me videon për Halil Matoshin, sepse ma iku trunin gënjeri. Sa i mirë është për shkije, edhe që ja u rëkujton në mos se qka ka nevoj, ose qka duhet me bo, qfar drejta, mas mite me thonë, qfar drejta kanë shijet në Kosovë, edhe qfar e ka diaspora. Kështu që shkojmë të ndëgjojmë, edhe keni më përfasu edhe vetë. Sot e Kosovës kanë dy shtetësi, këto kull po harrojnë edhe politikanë të nivelit nalt po harrojnë me deklaru. Sepse kanë shtetësinë e Serbisë njerë. Prandaj kujdesi për ta, është i mirë qenë, më falni, krashy se ti vetë, ja ke leju si demokraci. Dhe e fundit, do më honë, Këto i kemë bakshesh për PDK-s. Dhe rati kemë për PDK-s, se PDK-ja jam ka pranu. Nëse ke arru për ta rikujtoj.
që Serbia ka të drejtë të kujdeset për ta, serbët e Kosovës kanë të drejtë me realizu të drejtat në Republikën e Kosovës me përfaqësim që janë zgjedhje të jashtëzakonshme 3 deri në 6 muaj në nivel komunal atje, në mund që është detyrë pasore e Republikës Kosovës. Unë realisht që u shahjek drejt në votës me automatizëm. Kujt? Me diasporës, nuk kanë qka lypin ata me lokale apo zgjedhje? Ja, diasporës total. Absolutisht. Po ata kanë sëpët e Kosovës. A ndëgjut me që? Unë s'po thomë sa ma shumë. Me që kjo është runa zopitina. Kështu që misë të dashër e dua fort respekt e ju përshëndes për këtë video. Dhe në video në radhës. Kaloni mirë.